Pas fitores në Shkodër, Skënderbeu ka rihapur gjithçka rreth objektivave të tij për mbijetesë. Me një garë plotësisht në lojë dhe mbi të gjitha me një paraqitje që po vjen gjithnjë e më shumë në rritje nga ana e klubit Bardhekuq, besimi është tuar. Këtë gjë tregojnë shifrat e ndeshjeve të fundit që Skënderbeu ka luajtur në këtë sezon të kampionatit. Pas muajit janar, duket se trajneri Enes Gjoka ka mbledhur ekipin që po tregon cilësi dhe mundësi për të bërë shumë më tepër se sa ka treguar këtë sezon. Shifrat flasin pozitivisht për korçarët që vetëm në 5 ndeshjet e fundit kanë grumbulluar aq pikë sa i kishin marrë në 2 faza kampionati. Nëse ju referohemi statistikave, në 18 javë mes fazës së parë dhe të dytë, korçarët kanë arritur të marrin vetëm 10 pikë, të ndara mes 7 barazimesh, 1 fitore dhe 10 humbjeje, që rënduan pozicionin e ekipit, duke e çuar në vendin e fundit në klasifikim. Por pas afrimeve dhe kolaudimit të skuadrës në vitin 2025, në vetëm 5 ndeshje, korçarët kanë mundur të marrin 10 pikë, me 3 fitore, 1 barazim dhe 1 humbje. Edhe kjo tetë e pamerituar përballë Partizanit në një ndeshje që ishte në kontrollin e Skënderbeut. Këto tregojnë se ekipi është riformatuar dhe mund të bëjë shumë më shumë se kaq për të arritur objektivin kryesor, atë të qëndrimit në kategorinë mes më të mirëve këtë sezon. Ndërkaq, nisur nga pushimi i kampionatit për shkak të hapësirës së ndeshjeve të ekipeve kombëtare, drejtuesit e Skënderbeut kanë përfituar për të dhënë disa ditë të lira pushim për të gjithë ekipin.